Lira na ka ndihmuar bajagisht. Të na ndihmoni besoj. Ky pavion është pjesë e mjedisit kombëtar dhe majtas. Se shikoni baza e projektit është kolesteroli, që shtyre në gojë shile. Dita bimët janë rritur në vëndet natyrale. Pra, saktësisht, ajo që do të them është kolesteroli është përryer dhe është tek humusi, dhe e cila është shumë domosdoshme. Po ashtu edhe shtëpinë munduar të përshtasim sa më shumë natyrale. Gjithë në anën faqësore në mura dhe në anën e pasme në pyshje. Po ashtu edhe në catin e saj të vendosin komunisë bashkë me certën e tij. Ndërsa për një park marrë nuk mund të mungohet në mali. Dhe në projekt ilustrohet si në praverës. Dhe goja që kemi bërë në disa vete tek mali simbolizon të jetë e para të garit. Po ashtu edhe në sigurin të Shqipërisë. Në njëra të shtëpisë që shikoni kemi vjedhur një bime dekorative e cila simbolizon një pemë. E cila do t'i bëjë një shtëpisa. Që kemi ndaluar këto poshat e studierën e letrat problem detect projekt. Sa gjire të sekse kemi etnike të vendit tonë, kulturës të trashëguar brez pas brezi, dhe kemi objekte kulturore të vjetra, të cilat shqiptarët kanë ruajtur me fanatizëm në shtëpitë e tyre, siç janë xhezja me filxhanët e kafes, kemi sofrën pra, qëllimin e trashëguar është një qëllim prej i mbajtur rreth 100 vjet në shtëpitë e shqiptarëve. Kemi një djepër që simbolizon edhe ardhmërinë dhe vazhdimsinë e trashëgimisë kulturore shqiptare dhe vazhdimsinë e popullit shqiptar. Këtu ju prezantojmë disa nga veshjet kulturore të Shqipërisë. Kemi kostume popullore të Korçës, të Dropullit, kemi disa nga mullit e kafes, piktura, kanistra, tranigjan e rakis, saqet dhe këtu kemi këmbin. Këtu kemi një koleksion maniera i bjeda që të pamë dhe më tjetër. Dhe kemi këmbin e disa nga veshjet të tjera dhe objekte antika shqiptare. Dhe janë fëmijë e Daharit, po kemi në zënë që fëmijë në Brytan, që fëmijë e këmë me përgatitë të kësa e kune ka menaxhuar. Ose brava praku i Gramshit. Shohja praku i Gramshit nga zona e Evropës. Ja tradizionale ta asaj zone. Ju e bëgën e pak kështu si më katror, si më qëse kështu janë të bëjnë pak më të stërgjatë. Në mënira forma jashtë. Në është fia karakteristika të Këto janë pikë. Jam
Sile këtu. Si event. Zona batorës, por edhe në kamp, edhe është i organizuar, jo shumë. Jemi së bashku për të vazhduar traditën e përgjithshme të këtij aktiviteti kaq domethënës e të larmishëm, të promovimit të vlerave të identitetit tonë kombëtar, që këtë vit koincidon me ngjarjen më të madhe, me 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Si një himn për dashurinë ndaj Ateut, ne të këndojmë së bashku himnin e flamurit. Ju ftoj të gjithë të çoheni në këngë. Ky shpend është kaq i dashur për ne, është simboli i flamurit tonë. Me poezinë e krijuar nga nëncja Dorentina Nikolli, Shqiponja, ftojmë në skenë Indrina Mamicën.